nuk do të kemi as buxhet për organizimin e zgjedhjeve të jashtëzakonshme në vitin e ardhshëm. Ky nuk është buxhet i Albin Kurtit, as i vetëvendosjes, nuk e përkrajmë një qeveri teknike. Besoj që të gjithë pajtoheni që nuk ka pasur një rast të tillë të ngjashëm në të kaluarën. Pra nuk ka pasur një rast të tillë ku Kosova përballet ndoshta me jo vetëm një palë zgjedhje të jashtëzakonshme, dhe këtu pra nuk e kam fjalën për ballotazhin për zgjedhjet komunale, por për zgjedhje të jashtëzakonshme dhe në anën tjetër për zgjedhje po ashtu të jashtëzakonshme në qoftë se nuk arrijmë që të kemi dakordim për presidentin apo presidenten e vendit, pra për emrin e përveçëm. Dhe në këto rrethana, natyrisht që Kuvendi i Republikës së Kosovës duhet ta marrë përgjegjësinë raport me situatën. Pra janë 3 çështje të cilat u përmendën edhe nga kryetari i Kuvendit. Së pari është buxheti për RTK-n. Për neve është e papranueshme që punëtorët e radio televizionit Kosovës të mbesin pa paga. Me një kontribut të vogël të deputetëve të Kuvendit të Republikës së Kosovës, kjo çështje do të mund të anashkalohej, gjithsesi të adresohej në mënyrë të përgjithshme. Së dyti, sa i përket buxhetit për 3 komunat, që është komuna e Prishtinës, Gjilanit dhe në anën tjetër e Zubin Potokut, dhe së treti, buxheti i Republikës së Kosovës për vitin 2026. Buxheti mund të shfrytëzohet deri në shkurt të vitit të ardhshëm. Dhe në qoftë se nuk ka një buxhet tjetër të miratuar, nuk do të mund të ketë shfrytëzim të buxhetit më shumë se shkurti i vitit të ardhshëm. Dhe tash nëse ne do të përballemi me rrethanat e zgjedhjeve edhe në vitin tjetër, nuk do të kemi as buxhet për organizimin e zgjedhjeve të jashtëzakonshme në vitin e ardhshëm. Pra kur ne ta zëm nuk mund të bijem dakord për emrin e presidentit apo presidentes. Prandaj në vend të përplasjeve politike, unë sot pash kapriço politike, pash qasje destruktive nga ana e përfaqësuesve apo edhe nënkryetarëve tjerë të Kuvendit të Republikës së Kosovës. Pra në vend se me situatën aktuale të ishim të gjithë të unifikuar dhe të shihnim se cila është mënyra më e mirë për të adresuar, gjithnjë duke pasur parasysh që ne nuk kemi pas një situatë të cilën mund ta marrim si praktik, pra në të kaluarën, ne u përpiqëm maksimalisht që të jemi konstruktiv, të shprehim qëndrimet tona. Ne kuptojmë që asnjëherë në të kaluarën s'janë themeluar trupat e Kuvendit të Republikës, pra komisionet parlamentare, as të përhershme as funksionale, pa pasur votim qeverisë, sepse rendi i gjërave do që së pari të konstituohet Kuvendi e pastaj të votohet qeveria, po në rrethanën kur nuk është votuar qeveria dhe ne ende nuk e dimë se cili do të jetë veprimi i presidentës, sepse atë do ta shohim në takimin e nesëm të thirrur nga presidentja, pra të paktën sot është dashur që të ketë vullnet të dëshmuar politik për t'i tejkaluar bashkërisht këto çështje. Pra, ky nuk është buxhet i Albin Kurtit, as i vetëvendosjes. Nëse ka një nate me kryeministrin Kurti apo me lëvizjen vetëvendosje, unë sot i ftoj që të reflektojmë, që të heqin dorë nga këto inate, sepse po bëhet fjalë për qytetarët e Republikës së Kosovës, e si përfaqësues të tyre natyrisht që do duhet të ishim në nivelin e detyrës tonë. Nuk e përkrajmë një qeveri teknike, qytetarët e Republikës së Kosovës kanë vendosur, qytetarët e kanë votuar Albin Kurtin, pra si personin më të votuar në Republikën e Kosovës. Lëvizjes vetëvendosje kanë dhënë mbështetje maksimale, ne jemi falënderues për këtë. Prandaj në qoftë se nuk do të ketë, si me thënë, numra, natyrisht që vendi duhet shkojë në zgjedhje të jashtëzakonshme.